Mirë se ju takoj dashur miq të emisionit Familja Jon. Faleminderit shumë që çdo të dieleni bashkë me neve. Ditëlindja e 7 e portalit Familja Jon nis këtë diel në emision. Autorja Saranda Bujupi Rama përballet në një intervistë të veçantë me gazetaren e portalit Bubulina Peni. Platforma e Familja Jon është edhe vetëdijsimi rreth smundjeve të rënda, siç janë tumoret, kanceret e ndryshme, ku nëse dikur përqindjet më të mëdha të rasteve kanë qenë që janë diagnostikuar në fazë të vonshme, sot janë një përqindje më të madhe që diagnostikohen në fazë të hershme. Kto që e kam pa unë dhe na si kolegë me shëndritin, kanë mundësi me pa kreç shqiptar tash në formatin e reality show që ai po bën pjesë. Normalisht po na mungon shumë batutat e tij, puna e tij, ai ka qenë edhe goxha strikt, kështu kur ka dashur me bë diçka. Në pjesën e dytë kemi të ftuar Nahar Moku, shkrimtaren e vogël e cila së fundmi ka nisur edhe podcastin e saj. Ta jemi pak si natyrë dhe si mentalitet që sporti futbollit kryesisht është vetëm për gjinin mashkullore. Edhe kom dashur një forme me thy këtë tabu të marrë parasysh se është një nxënëse mjaft e suksesshme, kështu që kom dashur me promovu edhe atë vlerë tjetër të shkollës sonë. Bloku i tretë na sjell shkrimtaren Flutur Mustafa. A din çka është me t'u lut zemra në mia copa e prap në krah me shtrëngu jetën. Dhe jo, nuk është kur shuhet një dashni. Është kur për te dashnis e shtrëngon fëmin tanë, aty ku fyq të lëshojnë rranj. Në rubrikën e kuzhinës, Arbnora Shehu na sjell recetën e një dezerti të shijshëm me kadaif. Pasi të zihet kremi, të troshet normal si pudingu, e largojmë, lëm pak të ftohet dhe shtojmë 100 ml krem pana. Takohemi të dielën nga ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Saloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.